Në vijim të fushatës elektorale, kandidati i Partisë Socialiste Vullnet Sinaj ka zhvilluar një takim me banorët e fshatit Bashaj. I pranishëm ishte edhe kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bello. Vullnet Sinaj, i cili kandidon për mandatin e tij të tretë si deputet, u shpreh mirënjohës për përkrahjen e pandërprer që ka marrë nga kjo zonë dhe gjithë Llabëria që nga fillimi i angazhimit të tij politik. Një falënderim për adhurimin edhe të gjithë djemtë e Bashit që kanë bërë këtë gjë kaq të bukur. Bravo qoftë. Nuk i jepni një mësim vetëm krajinës edhe zonës, po na jepni një mësim dhe ne si politik. Edhe mua si deputet, kur erdha në fshat këtu duke që nga lartë ai ndriçimi i fshatit duke sigurisht Gjirokastër. Bravo, bravo qoftë. Respekt për punën që bëni, respekt. Ta promovojmë ashtu siç duhet, sepse është një shembull i jashtëzakonshëm. Fakti që jam këtu sot për mandatin e tretë janë dy arsyet. Një arsye jeni ju, po jo ju vetëm ju këtu në Bashaj, po ju të gjithë në krajinën e Smoktinës, gjithë krajina tjetër e Bratit, nga Kuçi edhe deri në Drashovic edhe gjithë Llabëria. Sepse juve kur ju kanë pyetur edhe kur keni folur fjalë të mira për mua, dhe këto fjalë kanë vajtur si duket atje ku duhet. Prandaj jam sot këtu. Se keni dashur ju të jam këtu, mes jush. Dhe fjalën tuaj e ka bërë realitet Partia Socialiste, drejtuesi politik i qarkut dhe vlerësimi që më ka bërë kryeministri. Ma më duket sigur duhet të flas si një nga Bashi, duhet të flas si një nga Ramica, duhet të flas si një nga Velça, duhet të flas si një nga Kuçi, sikur jam nga Bolena, sikur jam nga Tërbaçi, sikur jam nga Vranishti. Pra kam parasysh të gjithë zonën tonë, nga Armeni, nga Treblova, nga Sevasteri, nga Gorishti, kam gjithë parasysh mentalitetin e zonës dhe jam munduar që në këto 8 vjet të çoj në atë parlament karakterin e kësaj zone. Hallet tuaja, shqetësimet tuaja, kontaktet me juve të përditshme më bën këtë që jam sot. Por kuptoj sot që atje në atë sallën e kuvendit në parlament unë nuk kam lënë asnjë problem apo shqetësim të zonës time pa ngritur. Kryetari i Bashkisë Selenicës Nertil Bello i kërkoi mbështetje të gjerë për kandidatin. Të bashkëpunoj me fshatin më të largët ka koston më të madhe për mua. Por kur unë pash që ju, djemë tuaj, donin të bënin një gjë për fshatin, i thash direkt po. Ju këtë punë që keni bërë kaq të bukur tu, e keni bërë se keni bërë me dëshirë dhe me zemër. Tu në Bashaj, këtë punë të mirë që kemi nisur së bashku, ta vazhdojmë ashtu siç ne bëmë këtë punë bashkë, unë i kërkoj juve ta mbështesim masivisht Vullnetin. Punëm dy së bashku dhe vendosëm që të bënim fillimin në rrugës së krajinës suaj. Këtu ka një potencial të jashtëzakonshëm për të zhvilluar turizmin. Këtu mund të ketë edhe djathtë. Po e respektojnë se u ka qëndruar pranë njerëzve. Dhe ne duhet të flasim kudo që kemi njerëz. Kemi Vlorë, kemi Saran, kemi në Konispol, kemi në Imar. Tu themi që nëse ju doni një deputet i cili të gjendet pranë, hap telefonin, u vete punëve deri në fund, e keni së vete vota dëm. Jepni fuqi Vullnetit, më jepni fuqi edhe mua. Jepni fuqi edhe zonës dhe jepni zhvillim zonës. Banorët e fshatit Bashaj të pranishëm në takim konfirmuan mbështetjen për kandidatin socialist Vullnet Sinaj.